60 familje të një pallati në lagjen Kryengritja në Fier vijojnë të jenë praktikisht të izoluar, pasi rruga lidhse me segmentin kryesor që lidhet me qytetin mbetet e bllokuar. Pas ndërhyrjes për prishjen e objekteve pa leje, garazhe dhe mure rrethuese nga Bashkia Fier, materialet inerte nuk janë larguar. Përpasoj, hyrje-dalja e pallatit është bërë e pakalueshme. Banorët detyrohet të përdorin një kalim të improvizuar përmes 2 apartamenteve në katin e parë të njërës prej hyrjeve që realisht është një situatë e pazakontë e jashtë çdo standardi urban. Por problemi nuk mbyllet këtu, por ai vazhdon me strukturat e mbetura të shembjeve, të cilat përbëjnë një rrezik për jetën, ndërsa zona është kthyer në një pikë grumbullimi të mbetjeve urbane. Mungesa e ndërhyrjes ka krijuar jo vetëm izolim fizik, por edhe rrezik për 60 familje, kanë thënë banorët të cilët protestuan për të kërkuar një zgjidhje të menjëhershme nga Bashkia Fier. E mbushur komplet, kjo ka rënë çatia, edhe është me mbeturina, që të del gjatë më vjen në shtëpi. Edhe këtë ka qenë garazh, ngeli gjysmë, e prishën gjysmën, ngeli gjysma tani ndërtojnë njerëzit dhe hedhin plera. Vin plera, i hedhin plera, se nuk i shohim ne. Patje vinë fëmijëre, vinë përdorin drogra. Mire ka të drejtë. Tash i kemi ta rregullojnë, na i hapin rrugën, o të bëjmë një derman, se tash edhe ne në qytet banojmë, tatimet i japim, taksat i japim, të gjitha brenda rregullave. Tash na bëjnë dermanin. Mase na bëjnë derman, të shpëtojmë dhe neve. Pastaj, ajo është kalimi pusetave, ka një puset, janë 3 puseta brenda në atë. Janë 3 puseta. Një në cep të pallatit, u del këtyre shtëpive të ulta, u del uja ndaj, neve na del këtej, këtyre u del këtej. Tani të bëjmë bashkia të marrim masat, të vi ta rregulloj, mos orë edhe pashtruar me çimento, ta pastroj, ta heqi atë, dhe ne të kemi rrugë të dalim andej. Të duam asgjë tjetër. Ka qenë rruga dilnim këtej me makinën. Kështu që këtë kërkojmë nga bashkia, të vitë në bëjë Gjerman. Vetëm një vërim dalim atje të Ne kemi 30 Gjithë lagja, gjithë pallatit, del vetëm të ka i tuneli aty. Se rrugë tjetër s'kemi ne. Kështu që këtë kërkojmë nga bashkia, të vitë ta rregullojmë, vitë ta pastrojmë. Se ajo asë për punë vën asgjë. Ajo vetëm për të prishur punës, ajo për të prishur punë, kjo për të prishur punë. Edhe kjo. Për të prishur punë. Le ta gjej ndaç kush e ka, nuk e gjejmë neve, ku atë vitë. Të japi një rrugë zgjidhje për gjarprin që kanë dalë gjallë në mur. Ka dalë gjallë në mur. Unë kam shtëpi aty. Është familje kemi shtëpinë aty. Shtëpinë aty neve zbrisim. Si e ka emrin kjo lagje? Lagja Kryengritja Fieri. Sa vite keni jetoni në këtë gjendje? Unë banoj këtu prej 40 vjetëve, kurse kjo ka 30 vjetë. 35 vjetë kemi neve këtu. Ka 7 vjetë që s'po bëhet tjetë. 35 vjetë këtu nuk ka vend dorë njeri. punë gjysma, po i len gjysma punë. Si bëjnë Atë thash gjysmën e prish, ngeli gjysmën. Tash ja gjysma tjetër, ne na u bë kur thotë që ja vin të rinj. Bëj problema atë, Jo me vinë aty, se kishin bërë magazinë dhe kështu çau zon. Ja u prishën ngel na shoh tani atë. Dhe tani është bërë burim aksidenti vetëm aty. Na i zonë Burim dhe rrugën. aksidenti, Pisle që na vin gjarprin na vin nga fikë të egër që bëhen andeja. Kështu që të vërë dorë bashkia, na i pastroj, të hapi rrugën a vlla. Rrugë duam asgjë tjetër. Ne na bëjmë të lulishen edhe me. Absolutisht. Të paktën kemi një rrugë edhe pusetat, se kemi një puset këtu, një është në mes, një është në cep fare. Të vijë komunalja, nuk futet asnjë, ka 35 vjet, s'futet asnjë makinë komunale s'pastroj ato pusetat andeja. Te po kërkojmë të hapet rruga direkt. Siç ka qenë rruga po para kalojnë. Ne kemi ngel vetëm një dalje aty. Ne këtu pastaj kanë mbi 35 vjet, këtu ne ky është komplet burim aksidenti. Kanë të drejtë se kemi një jetë të tërë. Një jetë të tërë me këtë. Ka hapet rruga siç ka qenë, se un kam 40 vjet në pallat. Dhe kush bërë kjo ndërtesa, po të dalësh anë mbrapa janë vetëm plera dhe nuk jetojnë. I bëhen fijë të vinë ka tret. Atë janë problem. Kjo këtu ka vite dhe aty është rrugë, ka qenë rrugë. Ja se sa familje vetëm dalin në një vrim është gjuna. Ajo është rrugë. Ka qenë rruga. Ka qenë rruga, kalon makina deri te. Edhe sa kush e ka mbyllur sa dim ne. Tani funksionon rruga? Jo, kjo këtu jo. Rruga. Ka puseta brenda.
ashtu, puseta këtu, garfojnë, po e kanë zjedhë. Ata theksojnë se problematika e mungesës së një rruge ekziston prej 35 vitesh, por situata është përkeqësuar pas aksionit të fundit për prishjen e ndërtimeve pa leje, i cili përveç se është një detyrim ligjor ndaj banorëve taksa pagues, është edhe detyrim ndaj qytetarëve për rikthimin e sigurisë, pastrimin e inerteve dhe garantimin e aksesit për qytetarët. Gjithashtu, banorët pohojnë se ndërhyrja e cila u vlerësua prej tyre duhet ta mbyll procesin për të mos e lënë gërma dhe komunitetin në izolim dhe rrezik. 60 familje në lagjen Kryengritja në Fier janë shprehur se nuk kërkojnë debat politik me drejtuesit e pushtetit lokal për një rrugë të hapur, pastrimin e inerteve dhe eliminimin e rrezikut. Apeli i tyre është i thjeshtë që të ndërhyet menjëherë për pastrimin e zonës dhe hapjen e rrugës për t'u aksesuar nga banorët, sepse qyteti të ndërtohet me rregull, por edhe me përgjegjësi ndaj atyre që jetojnë në të.